me siguri se kontrabanda nuk bëhet edhe pandimen tonë. Asnjëherë nuk kemi pas përgjegjësi të prorëve të lartë apo të ndonjë personi politik. Po, çush e shpjegon që të punë që kanë lypë që ka shumë konsultime për veriun. Edhe e dyta është, ne kemi portretizu që vetëm politë sërbë kanë pasë rol në kontrabandë. Në anën tjetër ka pasë operacione të Unmikut ku në arrestu edhe politë, edhe prorët policisë të Kosovës prej anës shqiptare. A menon që është toleru prej dy anës? E vërteta është që në të gjitha rastet, kur kemi zhvillu ndonjë operacion të veçantë për parandalimin e kontrabandës, kem hasë edhe në kolegë tonë që kanë qenë të involuar me një farforme, ose i kanë ndihmu, ose i kanë mbështetur, ose i kanë liju transportin e tyre, me siguri se kontrabanda nuk bëhet edhe pandimen tonë. Nuk ka mundësi, sepse të gjitha ata që kanë ble modra të kontrabandum, jenë prej pjesës tjetër të Kosovës, jenë prej Prishtinës, jenë prej Gjilanit, jenë prej Prizrenit, që kanë shku atje dhe kanë ble. Dhe të gjitha ato modra të kontrabandum kanë ardhur rrugëve tona, ku ne kemi pas kontroll 100% dhe askush na ka pengu. Por ato kanë ndodhë. Nuk them edhe sot që 100% i kem eliminu edhe për kundër asaj pune jashtëzakonisht mirë që është u bën atje, që është ndërprej kontrabanda krejtësisht. Pa kanë dhënë llogari njerëz që e kanë toleru kontrabandën? Shumë herë. A janë amnestu këta? Ta them, jenë gjetë si fajtor do polis patrullave që jenë involuar në kontrabandë, asnjëherë nuk kemi pas përgjegjësi të prorëve të lartë apo të ndonjë personi politik që as e kemi lyp atë lidhjen mes kuj po ekziston dhe po organizohet dhe po tolerohet një kontrabandë e tillë. Por e kemi kënaqur opinionin me ato, kemi thonë, u arrestuan 15 policë dhe kemi bën dhe show mediatik atje të ja vendos në uniformë prongat policëve, por jo edhe që kem arrit ta identifikojmë ndonjë prorë që ka pas ndikim më të fuqishëm që edhe ka toleru edhe ka qëndru mbrapa atyne.